Rimi, përshëndetje. Përshëndetje. Afrimi Rimi, përshëndetje. Përshëndetje. Nga jeni dhe nga flisni, mi se vjen podcastin tim, nga jeni dhe nga flisni. Rimi, më dëgjon? Jam nga Kavaja. A, jen nga Kavaja. Po. Mi se vjen podcastin tim, Arim. Po. Rim. Dëgjo, unë me çfarë Nëse merresh? Me çfarë merresh dhe sa vjeç je? Jam 32 vjeç, merrem me punë të ndryshme. Merresh me punë të ndryshme. Okej, Rimi, kam një pyetje. A e konsumon pijet alkolike? Jo. Red Bullin? Po thuj se jo, është rrallë, shumë. Okej, po kur e lyen me vaj ulliri, çfarë ndodh? Ndodhe jo e mirë ose jo e mirë, nuk e di. Okej, dëgjo, okej, Red Bulli, Red Bulli ty të ngre moralin, tensionin, apo të ngre diçka tjetër? Ju lutem dhe fol pak më shpejt. Atëherë, Red Bulli nuk të ngre, po zakonisht ai më shumë të dëmton dhe të çon në rënje sesa në ngritje. Okej, ty çfarë të ngre Red Bulli? Më mirë ishte në fillim ke vaj ullirit, më mirë është vaj ullirit. Ai është Okej, kur ti e lyen me vaj ullirit, çfarë ndodh më pas me ty? Po, ndodh relaks, çfarë ndodhi. Të ma lutem se na Kavaja ka ndalë thashe theme. Ja, me thashe theme të rreme. Të lutem, nga Kavaja ka ndalë thashe theme. A është e vërtet? Po, në gjithë Shqipëria është problem, nuk është vetëm Kavaja. Për çfarë po flasim, ju lutem? Për problemin që po fleti, pra. Për çfarë, mos më qesh aty, mos më qesh si ato skuthat. Për çfarë? Gjithë Shqipëria, domethënë, është fut në një rrugë pa krye, domethënë, sa i përket, domethënë, dëshirave, epshave, gjomave. Do thuash gjë tjetër? Je interesante, po... Po thuash gjë tjetër? E pa avullo zemra, nuk e pranon, avullo shpirt, avullo përdor, avullo shpirto, avullo. Jo një orë këtu. Avullo zemra, jo një orë këtu, se s'jemi parlament. S'jemi katedrale këtu, jemi podcast. Do flasësh ti, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si je, Giqa? Mirë, nga jeni dhe nga flisni juve, ju lutem? Unë them të drejtën vetëm për qef të mora, sepse më pëlqen si gotë. Të lutem, nga jeni dhe nga flisni, me se vjen podcastin tim. Unë jam nga Tirana. Okej, e kuptoj. Edhe kam emrin Sara. Sara, a i kërën ai që këto ditë? Me thënë të drejtën, as i kam rënd, as se kam dërmën të bi. Sara është ato lloj tipesh që e hafshëurazi, po jam e virgjër, zemra, jam e virgjër. E kuptoj. Dëgjo, Sara, Red Bulli të ngre vetëm tensionin apo ndonjë gjë tjetër? Nuk e di se çfarë ngren zakonisht, varet. Ty çfarë të ngre Red Bulli shpirt? Çfarë të ngre ndonjë gjë interesante Red Bulli? Sara, më dëgjon Sara iku, s'ka problem, nuk është problem, nuk është fajin që Sara do të vinë live. Sara, ti e di që këtu ndodhin karagjozliqe, kështu që më vjen keq zemër që e kapi. Përshëndetje. Përshëndetje gadafat e vegjël të TikTokut, përshëndetje gadafat e vegjël të TikTokut, përshëndetje budallënjtë e vegjël të TikTokut. Përshëndetje. E lule bukur që le mëngjes, trëndafil more me ves. Agron, faleminderit shumë. Përshëndetje. Vizioni, përshëndetje. Ç'kemi tre kiqe? Mirë, dëgjo, nga jeni dhe nga flisni, me se vjen podcastin tim, nga jeni dhe nga flisni juve, ju lutem. Unë jam nga Peja.
Je nga peja. Juva ande nga peja mirë kështu? Mirë, mirë. Okej, dëgjo, kam një, me çfarë merreni juve ju lutem? Sa vjeç jeni dhe me çfarë merreni? Ma shumë mirë me bëjtësi. Aha, vjelket kastraveca. Edhe speca. Edhe speca dhe domata, okej, në rregull. Tashi, Red Bulli, ju vani nga peja, ju ngre vetëm tensionin apo ju ngre dhe diçka tjetër? Me thënë drejtën, mos jo tensionin, po ma ngre ato poshtë. Okej, lëre më mirë natën e mirë, se s'dua të flas me ty fare, nuk që nga interesant, natën e mirë e morën përgjigjen, s'ishte në gjë interesante, kështu që nuk kështu. E lule bukur që qel mëngjes. Dimitri, përshëndetje. Miço, përshëndetje. Miço, më dëgjon? Miço, je në live. E di kuptor veten që je në live? Hyre drejt për së drejti? Dimitër, më dëgjon? Jemi për së drejti me Dimitrin. Më dëgjon? Alo, Miço? Okej, Miçua, nuk e di, ndoshta është për gjumësh. Okej, nuk e pranojmë. Kështu që e lule bukur që qel mëngjes. Më falni. Kiço, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, nga jeni dhe nga flisni juve ju lutem. Mos ke turp. I ke thënë mami që ke marrë telefonin te dora? Kapsëz i vogël. Geraldo që nga dashuruar keq me mua, nuk e di domethënë. Le petit, fils de pu. E ke thënë mamit. Ledis, përshëndetje Ledis. Nuk e di, pas kemi probleme teknike. Pinka, kemi probleme teknike. Na e rregullo. Geraldo, Eri Ervin. Mos gaboj. Përshëndetje Ervin. Si e kishe? U futo pak më para bashk? Mos më lë të gaboj, të lutem. Po. Më vjen keq, njerëzit duan gjëra të reja, zemra duan psikiqikër të rej, nuk duan vetëm nuk duan lavatriçja ime lep të çat. Ky duket budalla, zemra. Po. E lule bukur që qel mëngjes, trëndafil more me ves. 1200 veta për të parë një budallaqe si puna ime. Joni, përshëndetje. Joni, përshëndetje, mirë se vjen. Dhe mirë se ikën, mirë se gërmishës që këtu. Mirë se ikën, përshëndetje. Nuk e di, njeriu më bajatit, më hash koqen e mutit, zemra, sepse unë jam yll. Boke, Pole, përshëndetje, Boke, të lutem, përshëndetje. Ku je më se ke humër fare, ku je? Pa penëri. Ish, po ike për Tiranë, kazino. E mirë, të lumë të palla. Dëgjo. Qa përre ti? Nga jeni dhe nga flisni juve, ju lutem. Unë jam në aperati ri në Durrës. Me qa merresh? Po i që janë këshu vërdalë, s'kemi qa bëjmë. Okej. Gjo, unë kam një pyetje interesante për podcastin e sotshëm. Folë. Red Bulli të ngre vetëm tensionin apo ndonjë gjë tjetër interesante? Mua Red Bulli s'mben asnjë gjë, po tjetë për një vizë, hajde mo.
Okej, po çfarë të ngre Red Bull në përgjithësi? Ha. Përshëndetje ky shoku im, është Timon. Përshëndetje. Ha pra. Nga Beshti, ke unë për fare. Të lutem, sepse unë nuk jam në podcastin tënd. Më thua Red Bulli të ngre tensionin apo të ngre në gjë tjetër interesante? Mua ma ullë mëj, nuk e di se qarë më bere i Red Bulli. E po të ullë, Samra, ti nuk e vën në live-in tim, sepse unë dua vetëm gjëra të ngritura këtu në live. Po e me ma s'ma ngresh qarë temë tani. I ullë tensionin, Ma ullë tensionin. Tensioni, po flasi për tensionin, më shdotri. Po tensionin pra mua ma ullë, nuk e di qarë tip jam. Okej, juroj një mbrëmje Se sa di qarë tip jam, po mua ma ngresh, ma ullë. Okej, juroj një... Rosho kice, rosho. Rosh shojnë bote, rosh. Respekte, ciao. Po kape në i këlle pasaj telefon mua të këllin, na stirë dalun për kafe. Edhe të shojmë që të bëjmë mbrapa kafe. Po e mi më rej kur s'kemi, po kapëm me gjithë qepë për zotin, e 500 që. Hajde për e qaves, inshallah. Do ju angre unë tensionin. Hajde. Për zotin me gjithë qepë, pas të shkuatan do t'i dërgoj direkt privat po kapa. Okej, qaure do takojmë i boke. Po kur do mbarojmë në ora 2 mbarojmë ne, ku ti që kur mbarojmë punë. Në të gëdhir tani. E po mirë, hajde po. Hajde me që hajde, ciao, respekt. Luaj, të ngelemi në kontakt. Na i 500 që na i... Okej, pa me rak më zbet la 500 qajnë 500 euro, po kapën me gjithë qepë. Ciao. Ja e krefëm një 500 që për sonte. Kështu që... Me boken aty. Kështu që... Alo! E krefëm një 500 që be boken aty, bëre qaves, drita uje dini vetë juve, këto shpenzimet e vogla. 500 nga unë. E lule bukur që qelë mëngjes, sot rënda filmore me ves. Policia e shtetit. Të vitë na e marrin. Përshëndetje. Përshëndetje, si kalove? Kiru të futa djetë, maj mënë që të kam futur, dje më thuaj, nëse ke në gjë për të shtuar më thuaj. O kiqe, po rëkoj qoban, ti të më është deri në 100? Si? Po rëkoj një qoban për dele, ti të më është deri në 100, them? Po, diti numroj, po, për këtë hyre ti. Po, desha vje qoban ke salla ime. Po, mirë, s'ka problem. Me demek që hyre për të më ofenduar gjas, në? Po jo me desha të për kërku punë, a di ti mjele është dhvitë? Po, Do da e për numërin, dvish qobane. tjetër gjë desha? Edhe 200 euro borç. Kam, zëmra, nuk je interesant për publikun, të uroj një mbrëmje sa më të këndshme, mirë pafshim na. Parofsh bukur. Për peshtani, nuk e di zëmra ku i bje peshtani dhe nuk më ruhet fare ku i bje peshtani, se s'më lidhje punë me peshtani në ndej, kështu që ta futi, ma fut shumë aja, shumë i zjora e. A i duhet të haj shumë bukë që të arrite intuita ime dhe të ironia ime. Darse, Roqe, përshëndetje Roqe. Kiqe pas e veshu më qese mbeturin. Sa i papari e ti. U lodhe mami duke fjetur gjumë? Me, flegjum pra. Flegjum me zemër, flegjum me shpirt. E lule bukur që je qelë mëngjes. O ki që kur do fishe në poshnje. Se di zërmas. Ja të hap kalendarin. Genti përshëndetje. Genti përshëndetje, di që e live apo jo? Genti përshëndetje. O Gentian, kush po ta qanë? Më dëgjon tani, se na bëre hatan. O Gentian, kush po ta qanë? Më dëgjon, se na bëre hatan. Kështu që është shumë interesante kur ftojnë budallin të tillë.
E lule bukur që qel mëngjes, o trëndafil more me ves. Hajde ka hajde, më hash mutin. Hajde. Hajde, ku je? O, Kiqe, përshëndetje. Përshëndetje, nga jeni dhe nga flisni, mi se vini në podcastin tim. Unë jam nga afër fshatit tëm. Nga jeni juve ju lutem? Nga Lushnja. Nga Lushnja, hajde më ta marsha me Lushnja. Pasoka. Një personalisht shoku jo, kam qenë, po se dim një mba menda po jo, po. Kush juve ju lutem, se unë ka pasur shumë shok nga Lushnja. Ta rëndësi emri, po. E mirë, s'kalla. Edhe mua për nuk ka rëndësi se kush je ti. Dëgjo, tani, mirë se vjen podcast. E kam seriozisht, në s'pëtallem hiq më. Me çfarë merresh, ku po jeton? Unë nga përbot. Okej, hajde shqipet në përbot. Dëgjo, kam një pyetje interesante për publikun tim të gjerë sonte. Tani, Red Bulli të ngre vetëm tensionin apo ndonjë gjë tjetër? Se di, po ti je afër, nuk e di, ndoshta ndryshon. Apo ç'më do mua në Facebook me vetë? Po ti të ka pasur afër me tensionin se ma ke ngritur, kjo është problemi. Po prandaj pra po them, edhe ti mua zemra nuk ma ngre tensionin tani, kështu që do pickëllohemi, do përshëndetemi, miropafshim. Miropafshim, gjithë të mirat. Miropafshim. Ta ruaj unë. Na zuri barku për respekt. Hajde from Burreli aty. Po, më mbrëma. Mi mbrëma Burreli, përshëndetje Burreli sa. Nga jeni dhe nga flisni juve ju lutem, mirë se vjen podcastin tim. Nga Burreli. Nga Burreli, bravo Burrelsat. Qa ka një për darkma? Por ne, pa mora një dy suflaqe. Ana, e suflaqe ke ngrëna e shpife. Dëgjo, do na marrësh ndonjë këngë ronçe ponçane nga Burreli? Por ne nuk di këngun i shkreti që të bëjmë. Po qa di ti? Që të bëjmë? Qa mendo ti se di unë? Unë mendoj që ti nuk di asin gjë. Okej, dëgjo, a e hava e në ullirit ti andi nga Burreli? Ja, se lim fara me ulli. Ska ulli fara ndej. Okej, po kur pi Red Bull, çfarë të bën Red Bulli ty konkretisht? Të ngre tensionin apo të ngre në gjë tjetër interesante? As njërën, as tjetërën. E, po zemra, mirupafshim se ti nuk je për këtë podcast. Mirupafshim zemra, mirupafshim shpirto. E Gigi ti, Gigi, aj, e Gigi ti, Gigi, sa të dashuroj. O, raka, moj, raka, Genti, përshëndetje. Nga kesh më të mësuj Gjagji. Genti, përshëndetje, nga jeni nga flisni juve? Përshëndetje, nga Bruxelli. Plasi trapi, hajde napë në mirë pafshim. Mira pra? Ja pra mirë se këshu e duan këta. Këta këshu e duan.